Cilat janë disa shenja, se tash e cekë të më thonë qatë përqindje, po cilat janë disa shenja që i anashkalojnë nështë njerëzit? Shenja që na i anashkalojna, po janë njësë nashta prej qëtyne fizikëve, se zakonisht qëto fizikët janë të para që na i anashkalojna. Ka njëherë, kur kena dhimt pjesë ndryshme trupit pas spjegim, kur na ndryshohet orari i gjumit, flajna ma shumë se zakonisht, ose flajna ma pak se zakonisht, kur jena ma të iritushëm, reagojna ma shpejt ose ma keq ndaj tjerve, pa naj arsye signifikante, po gjithashtu janë edhe pjesë e shenjave kognitive që i quajna që është marrim vendime pak ma ka dalë, thjesht nuk e kena përqëndrimin, që duhet me e pas, edhe janë mas nej shenjat emocionale që ose njëhëm të shkputën, dhe me thonë, emocionalisht prej punës që jena të e bu, njëhëm nashta të rishtum për punës që e bu, ose nashta jena edhe krejt të ftofën prej punës që jena të e bu, nuk kena munaj emocion signifikant ndaj qasoj punës që na jena të e bu. Mas ne edhe shenjat sociale që thjesht nuk jena të full me kolegët, se zakonisht që shkena full, nuk kena mu të përfshin qëto aktivitetet jashta punës, nuk e kena mu entuziasmin e njejt edhe dëshirën e njejt, motivimin e njejt për mu konë të përfshim koft në sene mrena punës, koft sene jashta punës me kolegë.